Profesor Borshi mbyllet me humbje këtë fazë finale. Keqardhje, deshme me mbyll me fitore, pasi besoj që mas tan kampionati që kena bërë meritoshim me mbyll me fitore, meritoshim edhe me mbyll në vend parë. Edhe për këto tifos që kanë ardhur sot, kanë ardhur punët e tyre, kanë ardhur sot me një ekipin, jo vetëm sot, po gjatë gjithë vitit kanë qenë afër nesh, edhe gjërohet me falëndërues në veçantë i vllazit Ultras, por edhe çdo tifos Shkodran që na ka njeh. Deshme me mbyll me një fitore përballë tifozëve tanë, por nuk e arritme edhe për këtë na vjen keq, edhe i kërkojmë ndjes çdo qytetar, çdo tifoz i Shkodran. Edhe pse nuk ishte ai interesi i duhur, pasi sfida tjetër në Elbasan ishte që përsakonte gjithçka, përsëri u zhvillua një ndeshje, mu them një super ndeshje, plot emocione. Po ishte një ndeshje e bukur më atë. Besoj që e kena dominuar ndeshjen 60 minuta deri në momentin e shënimit golit. Sidomos pjesën e parë, por edhe lojtarët kur u futën dhoma zhveshjeve, panë e kuptuan se si është rezultati i ndeshjes tjetër, edhe sa do nuk e ke motivin e duhur me një me bë diçka bukur, diçka që me i kënaq gjithë. 3 humbje Borshi në Final Four, çfarë ndodhi? Askush nuk e priste këtë paraqitje. E vërtet askush nuk e priste, edhe thash gjërasin me i kërku falje çdo qytetar, çdo tifozit, por besoj që presioni mall jo prej drejtuesve, jo prej qytetarëve, jo prej tifozëve, presioni mall pesha e fanes që vllaznia ka, presioni që me arrit dëshira me çdo kush me arrit fitimin e atij trofeut. Na ka bërë me që duhet vetëm këtë vit, por edhe vitin tjetër, edhe para 2 vjetëve, edhe besoj që kjo duhet me kanë pika kryesore që duhet mu analizuar dhe duhet me u marrë në shqyrtim për vitin e ardhshëm, kushdo të qoftë. Çfarë ndryshoni vitin e ardhshëm? Unë personalisht marrën kontrata sot dhe nuk e di, do t'ulem me fol, po ashtu edhe profesorit, edhe një pjesë të lojtarëve. Pjesës tjetër që nuk i marrën, besoj që do të vazhdojnë në vllaznin, por nuk e di. Pa shkuar tek viti i ardhshëm, Kupat e Evropës janë shumë shpejtë. Do ta ndjej vllaznia këtë moment psikologjik edhe në Kupën e Evropës? E vërtet, gazon të thash që sot marrën kontrata, por nuk mund të flas si pjesëtar i stafit, sepse duhet më ul me fol me drejtuesat, por edhe si një ish-antar i stafit ose si një pjesëtar i stafit për sezonin e ardhshëm, duke qenë që objektivi më i afërt për momentin është Europa, besoj që vllaznia duhet me luftu me kalu jo vetëm raundën e parë e dytë, po pse jo të shkojnë te e tretit dhe të synojnë edhe grupet. Për Borshin si ishte ky sezon në aspektin personal? Për mendimin tim ka një sezon pozitiv, e mbyll në vend parë. Thash në i kampionati për 2 ndeshje, sepse këtë sot nuk po e quajnë thojza, sepse ndeshja parë e dytë ishin ato që kishin rëndësi. Sot nuk u varma prej kamve prej nesh, por personalisht ka një sezon shumë pozitiv, e kam shiu shumë, jam kënaq me gjithë djem, me gjithë stafin, me tifozët, me qytetin, me gjithë, ka qenë sezon i mrekullueshëm. Çështja mitort ishte titulli kampion, edhe vjen shumë keq që nuk e arrit, me vjen shumë keq që një përvojë për shumë në pankinë. Një përvojë ma shumë, një eksperiencë ma shumë ashtë për mu, por thash synimi është me dollë vllaznia kampion, asun as janë këtu nuk jena për synime vetjake ose për synime karrierë. Ka nevojë vllaznia për ndryshime të mëdha, apo duhet ta ruajë pjesën kryesore të grupit aktual për sezonin e ardhshëm? Boshtin duhet me rujt, edhe unë jam i këtij mendimi që Boshtin kryesor duhet me rujt. Duhen disa afrime, duhen edhe disa lëvizje, po në hyrje edhe ndalje, pasi thash duhet një motiv, duhet një diçka më shumë për me na quajtur drejt titullit kampion, sepse po i vim shumë afër, po hapi i fundit është ai që po na mungon. Borshi, faleminderit.